Prej afro një ore gjysmë vion zjarri i fuqishëm në tregun e rrobave të përdorura në zonën e 5 Majit në Tiranë, ndërsa situata mbetet ende problematike. Flakët nuk janë neutralizuar plotësisht dhe rreziku për përhapje në hapësira të tjera vazhdon të jetë i lartë. Për shkak të rrezikut, policia ka vendosur shirita sigurie, duke ndaluar hyrjen e personave të paautorizuar në zonën e prekur nga zjarri. Masat janë marrë për të garantuar sigurinë e qytetarëve, por edhe për të lehtësuar punën e shërbimeve të emergjencës që ndodhen në terren. Sipas informacioneve, disa banorë janë evakuuar nga banesat e tyre, pasi shtëpitë ndodhen shumë pranë vatrës së zjarrit dhe ekziston rreziku i përhapjes së flakëve apo dëmtimit nga tymi i dendur. Evakuimi është kryer si masë parandaluese, ndërsa banorët janë larguar përkohësisht nga zona. Situata ka qenë e tensionuar dhe mes tregtarëve dhe policisë, pasi disa prej tyre kanë tentuar të futen në zonën e rrethuar për të parë nga afër dëmet e shkaktuara nga zjarri. Kjo ka sjellë përplasje verbale me efektivët e policisë, të cilët kanë refuzuar hyrjen për arsye sigurie. Ndërkohë zjarrfikësit vjojnë punën intensive me fokus kryesor ndalimin e përhapjes së flakëve drejt magazinave dhe objekteve të tjera përreth, ku ndodhen sasi të mëdha mallrash. Materialet e djegshme e bëjnë ndërhyrjen të vështirë dhe kërkojnë kujdes maksimal. Sipas dyshimeve paraprake, zjarri ka nisur në një prej dyqaneve të tregut dhe më pas është përhapur me shpejtësi në hapësira të ngjitur për shkak të afërsisë së objekteve dhe materialeve të ndeshshme. Autoritetet pritet të nisin hetimet për zbardhjen e shkaqeve sapo situata të vihet plotësisht në kontroll, ndërsa deri tani nuk raportohet për persona të lënduar.